Fillim javës solli tingujt e muzikës klasike në skenën e teatrit Migjeni. Në një recital që bëri bashkë violinistin e mirënjohur Lorenzo Radovani dhe pianisten virtuoze Fatma Spahiu. Koncerti dhuroi një përzgjedhje të veçantë veprash nga repertorin ndërkombëtar dhe ai shqiptar. Me një emocion të veçantë përjetuan këtë mbrëmje dy protagonistët e skenës, prej së cilës morën energjinë pozitive që dhuroi publiku me duar trokitjet e tij. Unë dua të shpreh atë ndjesinë time personale që më emocion më shumë se në këtë skenë, më ngarkes se në këtë skenë nuk kam ndeshur ose nuk ndesh, nuk më vjen. Emocionet ishin si gjithmonë në skenë janë shumë të mëdha, po unë sot ndjeva një emocion shumë të veçantë në Shkodër. Publiku, domethënë, më dha impresionin këtë emocion e ndjej kur luaj jashtë. Mes veprave të interpretuara nga dy instrumentistët, spikati premiera Epistoriku e kompozitorit Artan Liçaj. Në qendër është figura e Skënderbeut, Gjergj Kastriotit, në fakt të shkruar për një përvjetor që u bë së fundi edhe në rang shtetror, domethënë që shumë orkestra, shumë instrumentistë, shumë çfaqje, shumë teatr, për nder të figurës këtij heroi që është një gigant evropian. Ky koncert shënon jo vetëm një ngjarje kulturore, por edhe një rikthim të muzikës klasike në skenën e teatrit Migjeni. Recitali dy artistëve Radovani Spahiu do të vijojë rrugtimin edhe në kryeqytet.